Përshëndetje dhe mirë se vini njerëz të mirë. Do ta fillojmë dhe këtë javë kështu së bashku e hënso, gjithnjë duke shpresuar që ju jeni argëtuar dhe keni pushuar weekendin që lan pas dhe do startojmë këtë javë ashtu siç i ka hije, njerëzve punëtorë dhe njerëzve të cilët bëjnë atë që duan dhe punojnë atë që duan. Duke ju uruar më të mirën për këtë javë dhe një javë sa më të mbarë, ne do të vazhdojmë edhe pastelin për ditën e sotme, duke ju lënë takim në 2 orët në vijim deri në orat 18:30 për të argëtuar së bashku dhe për të kaluar pas ditët e këndshme si çdo ditë tjetër, as që diskutohet kjo gjë. Do të kemi gjëra shumë interesante sot në pastel, vetëm pas pak, çka si qysh tek, do të jemi së bashku. Këtë pastel në ditën e sotme nuk do ta filloj veç unë, dhe vetëm pas pak do të kemi shoqërimin e Gentit dhe ai gjithashtu do të jetë shumë i shoqëruar me të tjerë nga plazhet e Strugës. Do të shohim se si po kalon turizmi atje, si kalojnë pushuesit atje. Për të drejtën, edhe shumica e njerëzve ka përzgjedhur pjesën e gushtit, gjithsesi muajin e gushtit për pushimet e tyre, në mënyrë që pse jo sadopak të bien rrezet e forta të diellit dhe të kenë pak më tepër mundësi për të kaluar verën jo aq të nxehtë. Do të kemi mundësi të shoqërohemi me Gentin pas pak, do ta fillojmë pastelin me të, sepse për të drejtën na duhet pak energji e tij dhe për të vazhduar ashtu siç duhet. Gjithashtu nga Struga nuk do të largohemi vetëm me linjën e drejtë për drejtë me Gentin. Do të kemi gjithashtu edhe një intervistë të veçantë për sa i përket rrëfimit të tij në lidhje me ndeshjet e fundit, me sukseset e fundit të klubit futbollistik Shkëndia. Adrian Tucutlu ka qenë pjesë e Strugës dhe Genti që nuk ka pasur se si t'i ik i njëjti. Do të kemi mundësi të shoqërohemi edhe me rrëfimin e tij, emocionet e tij dhe gjithçka nga ndeshjet e fundit me Adrian Tucutlu. Shtëpia e familjes Abazi nga Kumanove do të jetë sot në qendër të vëmendjes, duke pas parasysh që është e hënë dhe ditët e hëna ne i fillojmë si më mirë që është e mundur dhe ky reportazh gjithnjë sjell ide të reja, gjithnjë sjell kreativitet dhe gjithnjë sjell mënyra të ndryshme të arretimit të shtëpisë tuaj, dizajne nga më të ndryshmet, kombinime nga më të ndryshmet dhe nga gjithsecila nga një ide sado qoftë e vogël që është, kam përshtypjen që ju krijoni uniken nga të gjitha, nga pak dhe bëhet diçka e veçantë në vete. ora nuk ka se kush tjetër në këtë termin, këtu në Pastel dhe në televizionin 21 përveç Rio 2016 me episodin e 25 me radhë. Po thuaj se po bëhe një muaj që transmetohet ky dokumentar në kuadër të Pastel dhe ekskluzivisht në televizionin 21 dhe kam përshtypjen që të gjithë ata të cilët nuk kanë pas mundësi që të njoftohen me emra të njohur të disiplinave të ndryshme të cilët do të jenë pjesë e Rio 2016, tashmë përmes këtij dokumentari janë informuar. Dhe nga ana tjetër, të gjithë ata emra të njohur të deritanishëm në disiplina të ndryshme, po ashtu pjesëmarrës në Rio 2016 kanë pasur mundësi që edhe një herë të shohin emocionet e tyre, përgatitjet e tyre, rrëfimet e tyre, intervista etj. Dhe sot episodi 25 do të na sjellë diçka krejt ndryshe nga ditët e tjera. I kam të mbët e bardh? Okej, i kam të bardh, deri diku po. Mirë po gjithnjë mundet dhe më mirë t'jenë për të drejtën. Dhe sot kemi përzgjedhur edhe një historie interesante këtu në Pastel për sa i përket zbardhjes së dhëmbëve. Dhe atë, pa shumë lek, pa shumë kohë, pa shumë termine, okej, iku ky, nxori disa bërtima, ndoshta është keq, ndoshta është me dhimbje, okej, do t'i iki në shtëpi, u pendova andaj te. Fare thjesht dhe fare me shumë sukses mund t'i realizoni të njëjtat në kushte shtëpiake dhe me atë, me shumë gjëra të thjeshta të cilet kanë përshtypjen që gjenden ndoshta në thirrtarin e kuzhinës së gjithsecilit prej nesh.
Çka nuk mungon në pastel asnjëherë. Janë titujt kryesor të magazinës informative 21 Live News dhe takimi I fundit I fleshave në televizionin 21 në ora 17:00 edicioni në gjuhën shqipe. Aty ku ne mund të informojmë shkurtimisht për ngjarjet ditore nga vendi, rajoni dhe bota. E më pastaj takimi I radhës fiks pas pastel në ora 18:30 me magazinën informative 21 Live News, gjëre gjatë për gjithçka ka ndodhur sot në vend, rajon dhe botë. Kjo është vetëm një pjesë e pastel, pas pak me Gentin, shoqërohemi së bashku. Shikim të këndshëm. Unë pa tjetër të vë këtë që ta dëgjoj Gentin mirë e mirë, të mos më ik ndonjë fjalë e tija. Alo, Genti? Dëgju mirë jeta. Vitë se kom prit me të dëgjua dhone. Hajde tash më ndali para lajmërimet. Aha. I zgjate, shumë I zgjate. I zgjata? Okej, më falë, ke pritur gjatë. Aman. Atëherë të jeti përshëndesën e gjithë shikust. Përshëndes Maqedoninë, përshëndes Shkupën, përshëndes gjithë shqiptarët tanë e mban botës. Faleminderit. I thep faleminderit që përgjithët frekuencat e televizionit 21 me kalu këtë pas dite me neve. Faleminderit shumë. Më ka marrë malli për këtë frazë me thanë. Aman, mos pyet. Si e ti ta? Mirë, faleminderit. Ti si e? Mirë, shumë Je mirë. mirë? Që që jetë jam tashte në plazh. Çka do të na sjellësh sot nga Struga? E surprizë, për atë, më sta zbulej për që tashti gradualisht do ta zbulojmë, gradualisht. Ani. Ti me shëndet, mirë je? Unë shumë mirë, jam e libra pak o shnosh. Pak o shnosh? Se temperaturë I kena pas. Pak I zmut, pak I shnosh. Po. Okej, bukur. Mirë jeta, Urdhëra. fillimisht e kom I badetin këto, e kom edhe lundrimin. Këta Hajde. janë 2 djelmoshat e Strugës. Keni përshëndetje për mirë jetës? Përshëndetje. Si po kaloni ju? Super. Ha? Super. Ti? Cilit vend kishin në Strugë? Te Feriçit, fshatu. Ku është kjo? Aty. Afër? Afër? Afër. Sa minuta e ka pjesë minuta? Po. Edhe, në kam sa minuta e bëni? 15 minuta. 10-15, po. Tregom një kështu, sa vjeçar jeni? 14, tash 15. Tash 15, dit kur 15? 9 tetor. 9 tetor, ti me sa gosht? 26. Tregoj. Okej. Cilat plazhe frekuentoni më shpeshte? Ku dilni më shpeshte në plazh? Akvarium. Se? Po se është vendi më I mirë. Se o vendi më I mirë? Ne do të bëni foto. Ha? Se ka vajza të bukura? Ka vajza të bukura. Ha? A keni simpati, a keni dashur? Ai mos të vjen marrë tash. A simpatia dashur? A zguxoni me tregu? Zguxon me tregu. Po. Si se më tregu se është live. Çka ka lidhja ja? Ndoshta ju shohin? Ndoshta ju shohin? Jo, faktikisht pitash pin 14 vjet femra kanë. Seriozisht. Unë më habit. Në 14 vjet unë jam kam bibliotekë këtu mësu. Deri në moshë 20 vjeçare. Mas 20 vjet ja kam nis pak me dal. Tregomni kështu. Deri në fund verës jeni knep. Po. Çka ka diçka të re Struga si vjet? Nga sezoni I kalum, është pak më mirë? Po. Uçel, shitoria e re. Cile? Ajo si korzë që e bori. Po. Zënisira, ajo u boj re, rrethin e bori të ri. Në hyrje të Strugës. Me turista si është Struga? Shumë. Si Ma vjet mirë. më shumë. Si vjet më shumë se sa vitin e kalum. A pse për shembull për çudi këto veç vikendet janë full? Po se Struga atëre Sot e han, okay, është full gjithandej mirë, po gjithë çka ka qenë. Po, dje ishte më shumë. Çudi. Po. Çudi. Ashu. Kur ka Ja. kur ka vajza bukur po. I badet edhe lavd drejt faleminderit shumë. Dhe shihemi ta. Hajde bro. Hajde me mua. Është shumë çudi që mezi I gjeta këta. Mireta apo më dëgjon? Po, unë të dëgjoj shumë mirë. Mezi që I gjeta këta 2 gjelmoshat e vogël pasi që shumë kanë ndrojtje për para kamerës. Apo? Edhe atje? Rrit plazhën e kam kalu. Tash ti kena me kalu edhe prap. Shumica janë të pushu. Okej, dhe vetëm ju thua, jeni live, kështu që dolet, deshët, Ja. ata do dalin. Po, këta nuk e ditë ka janë. Të dy vajzat e bukura po rezitën. Jo, Genti, po ti vetëm afrohu. Po. Ha? Afrohu direkt. Po, se afrova. Mos u dridh ti, Genti, vetëm afrohu. Ha? Jo, kur ka vajza emocionet më kapën. Po. Këtë grupe nuk e ditë ka kemi. Hajde, Nga ju kemi pyti. juve? Pyti. Cilit vend? Where are you from? Switzerland. Apo një pyetje vetë apo? Zvicra. E kemi edhe Zvicrë këto? Hajde, E kemi bukur. Zvicrë. A më Jepi, pyetje Genti, çka? jepi. Ha? Jepi, Genti. Sa ditë kemi qenë në Strugë? Sa gjatë? 4 javë. 4 javë. Që sa ke ardhur? Ka 2 javë. Ka 2 javë. Si po kalon? Mirë.
Ku del më shpesh në cilat plazhe del më shpesh? Ja, këtu të vendi më i bukur, Se Aquarius. vendi më i bukur se i ka Se, vajza të bukura? po, shumë A mirë. del shumë për vaj? A ki dashur? Jo. Pse? S'ka. A i ri, ha? Sa Po, ka qëri? 16 vjet. Ku jeton në Zvicër? Ciri? Çka ka ciri më shumë se struga? Nga da, më nga dal, pagës. Çka ka ciri më shumë se struga? Çdo gjë. Pse? Çdo gjë. Ha? Çdo gjë më mirë. Çka? Hajde, tri karakteristika. Buka, plaçka, qyteti, çdo gjë. Plaçka, çka? Muzika, Plaçka, çka? rinora. Dova, e strukte si po kalon? Po Ai mirë. do, atë ka marrë malli për Zvicrën? Pagës, për shoqëri, pak, po. Ka ne ki shokët më të gujtë aty? Një shqiptar për veleshta. A shoqëm? Shoqës kam. Faleminderit shumë kalofshet për shef të këtë shop. Ciao. Okej, ti po na jep në gocë aty. Ha? Në një gocë e intervistoj, Kanë okej. turp, Mirjeta, kanë Ah, turp. kanë turp. Të dy vajzat vogla e kemi. A, ky Të dy vajzat turpi. nuk dëshin me fol përpara kamerës. Këta djemë do këtë shoqërinë e kemi nga Zvicra. Më duket ta nga Gjermania, s'jam i sigurt. Edhe këte i kena më të madhe në vend. Zvicra! Sviss, ku në Zvicër? Which city? Zürich, Zürich. Çka ka Zürich më shumë se Struga? Çka ka What has Zürich more than Struga? A, gjermanisht, ich kein bitten. Kalon shumë mirë. Tschüss. E pas E, kemi ti kena mësuar mas gjermanishten, okej. Liriki ka ngër shumë bukë të të qumë Mirjeta, ama e kam këtë shokit e lirikit. Okej. Edhe Lere, këtë mos kemi e ngut. Strungan, Aman. edhe këtë kemi Strungan mirë pa që jeton Vjenë. Çka ka Vjena më shumë se Struga? Vallaj, s'ka zgjë, ka ma pak. Që sa ke ardhë këto? Ka një javë. Ka një javë, dhe sa do rish? Nuk e kom da mendën ala. A jeme puna tje edhe ka? Ja me pun, po e Ama ka nuk e ndërmend ke- me lo punën. Shisa bukur ato sigat për këtë vllaj. A ke gjetë në nuset Strugës? Jo, strugës e kam gjetë. Faktikisht, Strugan që jeton jashtë, pasi që Strugan, njihen që vetëm Strugan e marrin. A është e vërtet kjo? Po. Vetë është vllaj. A e ke mendu në me marrë ndonjë nacionaliteti tjetër ose në vendi Jo, tjetër? kur asnjëri Veç jo. Strugan, a? Veç Strugan, A e ke shqiptar. mësuar në kujna? Por po? Syrin e ke vendu në kujta? Po, s'ma kam pranuar. Liriki këtu më stet po shkojnë amin një herë. Po, me lirikun e kam mbrëmje sonde. Po. A vja shë ajret? Po mbrami, ha? Vajza plot po. Po, vajza Dashur, a plot. ke? Jo, s'kam. Cilit vend Strugës je? I koroshistes. Koroshisht Mirjeta jam kam vend ma të bukur se ma i bukur i Koroshisht janë. Aq qetë, aq bukur është, edhe është karakteristike pasi që janë 4-5 familje që këtë fshati është aty, janë 40 shtëpia. Është që di. Çka është karakteristika? Hajde ti të tregon asem për Koroshishtën. Por koroshishtën, vllaj, si do të Jo thonë. Beqiri familje madhe ishin. Dike. 30 shtëpia dhe ata janë Koroshishtën. Jo, mojën. Bukur. Pse do turistat marrë Strugë? O, genti. Se vallaj si ki vendi është i veçantë, shife njerë, çdo të bukur ka edhe panoram, edhe si do të thon, vajzat e bukura janë. Qovish ka qovish. Shviz! Urdhë Mirjeta. Tu kujtu ma? Tu kujtu? Po çështi dëgjova. Si ju duket moda e vajzave, gjithësisht stili i vajzave në Strugë? Si ju Qoftë duket në plazh, moda e qoftë në mbrëmje. Stili vajzave në plazh dhe në mbrëmje, po pyet Mirjeta. Po stili porsinin o i bukur, e dinën? Ama unë kom pa do vajza shumë be makijazh po vnoj shumë grem. Po si cëllë e ka të vetën, edhe njënë si do të, qetrës si do të. Ama plazh ka ndarë çështi me grem. Shumë grem. Moda rea. Lek ti shka po na ofron sot diçka. Sot punova shumë bukë, më folë shumë, po foli shumë, po shkoj me një sent tjetër. Hajde shkojmë në tjetër. Faleminderit shumë, shifim mendet e. Tash e ke surprizën e radhës Mirjeta Piliriket. Hajde, Lirik. Ama këqyre mirë. Këqyre mirë se mund me pas ndonjë vale andej ka shkupe. Kujdes, djema. Shive këto kolona, shka është. Në teren. Është shumë interesante pasi që kërcimi i lirikit në ujë është shumë special. Shihe. A u drejta ne? A, Mirjeta? Po. Aman, Kur këta nevoj më freskoj pina lirikin këto me kërcy, na laga ne atje. O, ti të lutem, shifi ato vajzat aty. Po, te ato jam të shku, që dashte po shife. Me njerë që shmlo në Mirjeta. Po të mon plash janë. Plazh i bukur. Shumë pushu s'këndi. Si ka qenë këtë weekend Struga? Ani, s'është problem, hiq pa gajle. E kam këto dhe një surpriz tjetër, Mirjeta, e kam edhe një shok të eme këto. Jo, rini pa gajle, së gjirojmë. Hiq pa gajle. Qysh më respigjira? Përshëndetje zotëri, si jeni? A jeni mirë? A moj një pyetje mjavë bo?
A? Si po kalon një strug? Tu jam. Unë jam i Shkupit, po. Dhe tash jemi në transmetim live. A mundë me pyet diçka ose jo? Qysh ma ke qefin ti? Po. Si është struga si vjet? Struga si mbas kohës që duket është më mirë. Mirë po turizmi është i vënuar. Turizmin e kemi kryesisht nga bashkëdhetarët tonë që vinë nga vendet të huaja dhe vizitojnë të afërmit e tyre. Nuk shohin turizëm që mund të jetë turizëm nga të jashtëmit edhe një pjesë e holandezëve që viziton të strugën si mjetë, veç është ndaluar, është më numër më të pakët. O Genti? Edhe tu falemnderim bashkëdhetarëve tonë për Po turizëm. cili do të jetë problemi pasi që turistët nga vende të tjera këtë desha. Arsyet janë nga më të ndryshmet, të filluar nga infrastruktura, rrugët e ujësjellësit, mungesa e ujit, që është bërë tradit kohën e fundit në qytetin e Strugës, dhe mos investimet nga ana e shtetit të Maqedonisë, e cila i orienton kryesisht investimet në Okrë, dhe Strugën e lënë si birë të zezë, thomi kushtimisht. Të shpresojmë për vite më të bukura, të shpresojmë për vitet e ardhshme që të jenë pak më të mira. Jeni strugan? Po, unë jam vendës edhe prandaj thash, po Struga ja vlen të vizitohet. Thonë si struga s'ka tjetër. Thonë po tash e thonë ndryshe, edhe nëse ka tjetër që do, se kemi në dorë ne dhe prandaj neve do të kujdesemi shumë për qytetin tonë dhe ta ringrem turizmin që nëse do të investohet dhe do të kujdesemi pak më shumë për qytetin tonë, Ohri do të ishte në radhë të dytë ose në radhë të tretë. Është shumë e vërtetë. Kjo Mirjeta, ke ndonjë pyetje? Jo, pjesën e pse mendoni që është Okej, faleminderit paksuar shumë. turizmi, Faleminderit, do të të është më e ishte bërë Genti. kënaqësi edhe për mua që dhash këtë intervistë, po mos harroni vizitoni Strugën se çdo rrugë kalon nëpërmjet Strugës. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë si struga s'ka tjetër. Okej. Tash i kalojmë te ky shok jam këtu. Dardani! Vetëzi! Që ku mu kam shef Mirjeta Dardani? Jo s'jam shef, valla u knaqja të rëzit. Shumë mirë, u knaqja të rëzit. Dardani për ndryshe është valltari më i mirë i Maqedonisë. Pse po shem jo çast e keni sezonën? Po e kena sezonën, po gjatë sezonit e shfrytëzojmë edhe nga pakon për pushim. Sa shpejt që strug? Po në vit sigurisht deri në 6-7 herë. Pse struga? Pse Struga, pse më pëlqen. Është vendi shumë i Çka bukur ka edhe karakteristika struga sipas teje? karakteristika liçeni është mjaft. Drini. Çmimet. Po edhe çmimet, po. Çmimet janë të lira në krahasim. Në krahasim me Ohrin, po. Janë çmimet më të lira, po me Shqipërinë e me tjerat vende janë. Po, çerësi ti këto modest dhe me Po, çmime jo. edhe për liçevi këto. Ka gjë njerëz që për femna vje. Po, është ajo ndonjë shefësie Çfarë ime. karakteristika kanë struganet? A më ke pa? Struganet, po struganet janë, se di, s'kam ndonjë koment special, po janë vajzat bukura. Ama, a i ke mendu nërë vetëm me martë me struganet? Po, e kom mendu ndoshta me shumë të tjera, po Jo me një, po Dardani e kena specifik, jo me një. jo me një. Jo. Qysh të bërë shqiptar dhe 4 gra. Do është me 6. A je dashuru? Për momentin jo. Çka po përgatiti çka të re? Përgatiti Jo, para se të përgatiti, cilja është femna ideale? femna ideale, po femna ideale tjetë e mençur, Fakultet? sinqert, mësim normal, Fakultetin me pas, mos me rajt? Mos me rajt, hiç. Buk me po? Buk me bo Pasoj- normal, pasole, speca. Pjeca me gjithë rendi dytë. Nuk i karakterizon Po unë, Edhe po, fli, flia të kënaqë, si mos ma bëhe flijën, hiç mos të paraqitet. A vëre ta po tatuje për mashka i ti? Tatujem po. Deri parë që isha të rëzit, tash edhe u kanë zejmë. Çka të shkruan për mas? Dardania. Dardania? Po. A e ka ma shumë se femniat. Dardania, pse emrim rrjedh nga Dardan? Dardania. Po. Dardan. Apo kthesh? Apo këtej. Hajde, Po vini prek det. atmosferë s'ka, po jam i gatshëm edhe për me këtije non stop unë. Më hikë e Mirjeta. Më hikë edhe kjo. Pyetje e bukur gjithsesi, kombinim me kërci.
M'hike. O Genti, po krejt u fresku ato biron, po unë? Veç unë e jo. A ti jo. Jo, po ti Jam bo boss jo mo të të besoj. këtyn. Kom dal pi ujit, më ka gërdit ujit. Okej, hajde tani gjuaj ndonjë gocë aty që të pëlqen ty. Urdhna? Gjuaj ndonjë gocë që të pëlqen, them, na jap një intervistë, na zbukuroj ekranin Jo, pak për gjithë ata që ma nuk nuk kena po m'japin ndjekur. intervista Mirjeta, për fat keq. Jo, a? Ka ndërrojtje për para kamerës, po. Ama. Kjo drojtja na Gjitha është bërë po. problem. Fala, më më pyet diçka? A? T'lutna. Haj t'lutna. Gjeta Mirjeta. Si sa e mirë. Ha? Po si të të refuzojnë vajzat ty, ka gentlemanqje. A jeni strugës? Strugane? Po, Strugane. Bash strugane apo jetoni dikon jashtë? Jo, këton Strug. Ku jetoni strug? Rreth Indiku. Po? Si po kaloni tash? Shumë ish. Qa ka Si të struga shkruaj. 30 vjet? Nuk e di, nuk ka, po turist më shumë. Në krahasim me sezonin e kaluar dhe disa Po, të tjerë më po, thanë që po. ka turizëm më shumë. Ka më shumë turist, po. Po, ama dhe këta të jashtë, faktikisht strugane që jetojnë jashtë anë shumë si. Po. Çdo verë kemi edhe mërgjimtarët, po ka edhe turist. Po, ku? Jemi edhe në të vendit, Po, unë jam i vendit këtu. Faktikisht jam strugan, po i shkupit jo më ne. je joni tash. Vendas jo. Jo, jam që një muj strugan jam dhe zonë vetën ka dal. Se gjatë kohë kemi parë këtu, je i bërë si Strugës. Po, ka dal, veç dialekte pak me O, ndryshu. Genti. E mbi emrin Toska e kom. Po, i di edhe këtë ato. Genti, Urdhna Mirjeta. hajde tani me që more këtë gotën intervistë, Po. pyete thuj pse keni droje delni para kamerave. Ej, për në me, që di se që edhe Mirjeta ma për këtë që këtë pse ve strugan, dhe faktikisht kom shkuar në vendet tjera të Maqedonisë, ku kom realizu intervista, edhe okej, kanë ndrojtje për para kamerës. Në strug, kur erdha, thash, yes, erdha në vendin ku gjithë njerëz janë të hapur para kamerës, janë intelektual, janë orator, thash kanë më bërë intervista. Pse bre që ka ndrojtje me pas për para kamerës? Kokfort. Nuk han. Kokfort, jemi zbindemi Jo, lehtë. nuk ka shpoj. Okej, po, ka një nam, po, ama për shkakun mu friku ka të shumë nga kamera. Pasi që thjesht televizioni ishte një kësaj radhe ka ardhur për ta shfaq strugën në mënyrën e vet më të bukur. Më kupton, në momentin kur 10 veta, 10 djem janë intervistë, reportazhe s'dali bukur të ketë jetë ku ka të shkuat atje. Jo, me vëna jo që kom vendon. Ama tjetë problema sa dhe. Disa se kënaqësie veçantë vetëm kënaquni. O Genti, po përgjigjen se more. Edhe juve. Urdhna? Përgjigjen se more. Pse nuk flasi? Po nuk flasin se janë kokë fort, më tha. Okej. Hajde, e Kokë lëm. fort. Shaka të ka shkupi Mirjeta. Shkupi është nxehtë. Fryn një herë, po fryn dhe ere nxehtë, mund të quajmë me jugut. Po që dihet, asfaltimi, ajri rënd, pozita gjeografike e Shkupit, s'ka se si tjetë ndryshe. Dhe ja, lidhemi me ty herë pas here dhe freskohemi edhe me storje dhe reportajë që i dërgon ti, kështu që mire kemi. Gjesi Mirjeta, nuk e dija kemi ala ko? Kemi dhe një minut, tashmë ndoshta jam bërë 50 sekonda dhe shkojmë direkt në flesha. Mote se kom përdor, usos që që kjo pun. Usos që kjo pun. Apo me edhe një intervjist, vaj, t'lutem, një pytje veç. Vaj, gjeta dhe një Mirjeta. Hajde. Si je? Mirë. Si po kalon? Shumë mirë. Je strugës? Po. Jeton jashtë? Po. Ku jeton jashtë? Në Austri. Në Austri. Ty shtu në Gjermanisht si je? Viget. Viget? Gut. Was machst du? Nichts. Chillen. E ka të kuptoj, qështu që ke emrin? Wie heißt du? Wie heißt du? Liriana. Liriana, sa vjet ti ki, qështu to? 16. Wie alt bist du? Qështu, Gjermanisht? Wie alt bist du? Wie alt bist du? 16. 16. S'po jep si 16 vjetë, seriosisht nuk jep si. Që sa ke arë struk? Një javë. Një javë, dhe sa ke menajt? 4-5. Qka ka Austria ma shumë se struga? Kur gjë. Ku ba? Genti, faleminderit dhe ty dhe Lirianës. Faleminderit. Dhe faleminderit shumë Ich për këtë bin kohë Gent Toska, ich heiss 16 Jahre. E kom su gjermanisht të birjet, qka të të thotë. Kjo është pjesa më e bukur që ka mund të ndodhë gjatë qëndrimit të në strug. Ke përfitu shumë nëse e ka mësu, më besa. Po, kom su me notu shumë mirë, kom njoftu shumë njerës të mirë, kom su mentalitetin e strugës, mentalitetin e strugan, po du më dashuru me një strugane. E leje këtu, leje këtu, leje këtu. Të tjerat mi tregon në linjën e radhës, okej? Po. Hajde tung dhe shihemi është koha për fleshat në televizion. Shpresoj që vëlqeo kjo reportazhe që jemi nesër. Faleminderit Genti, mirë mbet. Tung. E shihni, shumë ndryshe bëhet emisioni me Gentin dhe mbi gjitha me atë frymë bukur strugane. Unë atë që thash është e vërtet. 17:00 po shkon ora dhe është koha për Evi Shkopin dhe lajmet flesh në televizionin 21.